Ndërtimet në Pogradez dhe Tushemisht kanë mbërritur deri në sesionin e 48 të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, duke rrezikuar statusin e mbrojtur të liçenit në UNESCO. Rrjeti global i vëzhgimit të trashëgimisë botërore ka shprehur në sesionin e 48 të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s zhgënjimin e madh që komiteti ka dështuar përsëri të përfshijë trashëgimin kombëtare dhe kulturore të rajonit të Ohrit në listën e trashëgimisë botërore në rrezik. Në takimin e mbajtur më 24 korriku kritikua fakti që për të dytin vit radhas Turqia ka sfiduar përfundimet e organeve këshillimore dhe ka dobësuar autoritetin e ekspertëve të pavarur sa i takon gjendjes së dy anëve të liçenit të Ohrit kërcënuar nga ndërtimet dhe planet e zhvillimit. Provat janë të pamohueshme. Liçeni i Ohrit mbetet në presion të rënd dhe në rritje. Vlera e tij e jashtëzakonshme universale është në rrezik dhe ndikimet në rritje që vazhdojnë ta çojnë këtë vend unik të trashëgimisë drejt dëmtimeve të pakthyeshme. Lista e trashëgimisë botërore në rrezik ekziston pikërisht për një moment si ky, kur bashkësia ndërkombëtare duhet të veprojë para se të jetë tepër vonë. Duke vlerësuar kërcënimet serioze, Komiteti i Trashëgimisë Botërore i dha Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut 5 vite për të zbatuar rekomandimet. Nga ana shqiptare, projekti i peizazhit ujor Drilon Tushemisht, zhvillimi ndërtimor 5 katësh në Tushemisht dhe Pogradec Marina e propozuar me 27 kate, tregojnë shkallën alarmante të kërcënimit. Ne i përgëzojmë organet këshillimore për integritetin dhe për kushtimin e tyre. Komiteti do të vazhdojë të mbikëqyrë një përkeqësim të pronës, derisa autenticiteti dhe integriteti i saj të humbasin plotësisht. Sot, për fat të keq, në sytë e publikut, politika mbizotëron mbi detyrën tonë për të mbrojtur liçenin e Ohrit. Përfaqësuesi i Shqipërisë mori zotim për zbatimin e vendimit të komitetit dhe rekomandimeve të misioneve të monitorimit aktiv. UNESCO vuri në duke se ndërtimet pa leje, urbanizimi pa kontrolluar, dëmtimi vijës breg liçenore, menaxhimi pamjaftueshëm i ujërave të zeza dhe mbrojtja e pamjaftueshme e ekosistemit mbeten kërcënimet kryesore për rajonin e Ohrit.